Shkues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzop për një me. Për 2 javë rreth, gjykata e prokuroria janë shty si maca me miu në çështjen e njohur si skandali i 1 milion eurove. Njëri prej rasteve më të mëdha të shpërlarjes së pareve ka dështuar në hapat e tij të parë, e kjo për shkak të veprimeve procedurale. Dogana në një kontroll zbuloi 1 milion euro në merrdar. 3 persona në mesin e të cilëve një polic i Shqipërisë u arrestuan. Ata u lanë të lirë pas 48 orësh me pretekstin se prokuroria nuk kishte prova për të kërkuar paraburgimin e tyre. Pra, kjo ndodh në Kosovë. Zbulohet grumbullimi më i madh i pareve dhe ata që i bartin nuk ka prova me i mbajt në paraburgim. Për ma shumë se 2 javë, publiku nuk ka sqarim të qartë se çka ndodhi krejt, ajo çka dim është që ata që ishin në furgon sot janë të lirë me urrëzit në Shqipëri. Për me diskutu për këtë rast, por edhe trajtimin e këtij rasti, në studio kemi ftu Betim Shalën, avokati Aurel Kaziut, policisë Shqipërisë, Fitim Bunjaku, avokati Edmir Ahmad Zhokaj, i dyshuar në këtë rast, Ardian Bajraktari, avokat dhe njësi i sistemit të drejtësisë, dhe Kreshnik Gashin nga Kallëzop.com. Normalisht në këtë debat, Kallëzop.com e ka ftu edhe me kon pjesë e këtij debati edhe avokatën Adelin Ymeri Hasani, mbrojtëse e të dyshuarit të tretë Ardit Laskaj, po nuk ka mundur të jetë prezente këtu me ne. Po ashtu kemi dërgu pyetje dhe i kemi ftu në emision edhe përfaqësues të doganës së Kosovës, por as ata nuk janë përgjigj pozitivisht në këtë ftesë. E Prokuroria Speciale të paktën ka ofru për emisionin ton qasje në ankesën të cilën ata e kanë ushtruar ndaj vendimit të gjykatës themelore të Prishtinës. Para se me kalu me debatu për këtë temë, po du me juftu fillimisht me ndjek një video material në lidhje me ngjarjen e cila sot po ngre pikpyetjet që në nisje të trajtimit. €1 milion të fshehura në një furgon. Një polic nga Shqipëria mes të dyshuarve, dhe një hetim që në vend se të zbardhë të vërtetën po hap gjithnjë e më shumë pikpyetje. Kjo është ajo që sot njihet si afera 1 milionshit, e cila nisi në pikën kufitare në Merdar, në njërën nga pikat kryesore kufitare. Aty, dogana e Kosovës zbuloi rreth 1 milion € të fshehura në një hapësirë të improvizuar brenda një furgoni që po kalonte tranzit. 3 shtetas të Shqipërisë ndodheshin automjet, mes tyre edhe zyrtari policor i policisë së Shqipërisë, roli të cilit ishte shofer. Dyshimet ishin serioze, transporti palehtëshëm i parave dhe mundësi për shpërlarje parash. Por ajo që ndodhi më pas është ajo që po ngre shqetësime serioze për mënyrën se si është trajtuar ky rast. Prokuroria, në një afat pas arrestimit, kërkoi paraburgim për të dyshuarit, por gjykata themelore në Prishtinë e refuzoi kërkesën. Jo vetëm një herë, por 2, edhe pasi gjykata apelit i kishte thënë themelorës që rastin ta rivendos pas ankesës së prokurorisë speciale. Fillimisht, në vendimin e parë të gjykatës themelore të Prishtinës, i datës 27 shkurt 2026, i marrë nga gjyqtari Leon Përlaska për refuzimin e kërkesës për marrës të sigurisë ndaj 3 të dyshuarve. Thuhet se prokuroria nuk ka arritur që të vërtetoj se ekziston dyshimi i bazuar për 3 të dyshuarit. Gjithashtu, vetëm një fjali përmend dyshimin e bazuar se të dyshuarit kishin kryer veprën penale, ndërsa tutje, Prokuroria Speciale nuk kishte bashkangjitur asnjë provë minimale në kërkesën e dorëzuar në gjykatë. Për këtë vendim, Prokuroria Speciale kishte ushtruar edhe ankesë. Kallëzop.com ka tentuar që të marrë përgjigje nga prokurorja e rastit nëse ka dorëzuar prova materiale për të cilat gjykata ka thënë se nuk ka pasur të tilla në kërkesë për caktimin e masës së sigurisë për të dyshuarit. Prokurore, meqense ke pas rastin, një dosha me fol me juve për çet vendimin e ri të apelit. Veç po më intereson me ditë, nëse ju a keni dërgu prova të reja në lidhje me rastin e 1 milionshit të gjykata themelore, sepse prapë është marrë një vendim që i ka liru të dyshuarit për rastin e 1 milionshit. Edhe veç po na duhet me ditë nëse apeli e ka kthy, tash në gjykatë themelore a keni shu prova të reja në rast apo jo? Qëtëni me shkrim edhe ju përgjigjem, që ja të ardhnora ju përgjigjemi, hajde. Prokuroria nuk ka kthyer përgjigje, por i ka dhënë çastje Kallëzop.com në ankesën që ka ushtruar prokuroria Berisha. Aty përmenden edhe veprimet që prokuroria konsideroi se gjykata i anashkaloi e gjithashtu thuhet se janë dërguar prova shtesë, një ditë pasi gjykata kishte pranuar kërkesën për caktimin e masës së sigurisë. Përfshirë këto, edhe dokumentet të doganës që përfshin sekuestrimin e monedhave dhe të automjetit.
Në një njoftim për media, Gjykata e Apelit aprovon ankesën e Prokurorisë Speciale dhe i rëndit shkeljet e gjykatës themelore që liroi të dyshuarit. Aktvendimi i ankimuar është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. Shkelje që ndërlidhet me zbatimin e gabuar të dispozitës materiale, për shkak se gjykata e shkallës së parë, me rastin e refuzimit të kërkesës së Prokurorisë Speciale për caktimin e masës së paraburgimit, nuk ka dhënë arsye të mjaftueshme se si ka ardhur në përfundim lidhur me mos ekzekutimin e dyshimit të bazuar. Po ashtu, arsyetimi i aktvendimit të ankimuar rezulton të jetë i përgjithësuar, i paqartë dhe në disa pjesë edhe kontradiktor. Ndonse prokuroria pati hapësira të reja tashmë të paraqas edhe ato për çka ishte kritikuar nga gjykata e shkallës së parë, provat materiale. Një vendim tjetër që kishte marrë gjykata e Prishtinës ishte i ngjashëm. Sërish, refuzim të masës së sigurisë për të dyshuarit e aferës 1 milion euro. Edhe këto gjykata u tregua kritike. Sipas vendimit që ka siguruar Kallzo.com, gjykata themelore e Prishtinës thot qartë se kërkesa prokurorës Shenaj Berisha është një kërkesë e pazakont për caktimin e paraburgimit, ndoshta edhe e vetmja në praktikë gjyqësore të Kosovës, në të cilën prokurori i shtetit nuk përmend askund, nuk përshkruan e as nuk thirret në asnjë provë për të mbështetur dyshimin e bazuar se të pandehurit kanë kryer veprën penale për të cilën dyshohen. Pra, në një rast që filloi me 1 milion euro të kapura në kufi, gjykata thot se nuk ka prova të mjaftueshme për të justifikuar paraburgimin. Dhe ndërkohë që 2 instancat e drejtësisë po trajtojnë këtë çështje, zhvillime të tjera ka pasur përgjatë ditëve të fundit. 3 të dyshuarit, pa masë të sigurisë, tashmë janë larguar nga Kosova dhe ndodhen në Shqipëri. Rikthehemi në studio për me i diskutu krejt ato që i dëgjum në këtë storje, po du me nis me ju, zotri Shala, si avokati zyrtarit policor në Shqipëri. Qysh është me kërkuar rreth shtëpiak për klientin e juaj në fund me marr ose me ja u liru komplet gjykata të mbrojturin e juaj? Mos me i caktu asnjë masë. Në kohën kur caktohet seanca për caktimin e paraburgimit sipas kërkesës së prokurorisë, mbrojtjes i dorëzohet nga ana e gjykatës vetëm kërkesa. Dhe asnjë provë tjetër dhe duke mos ditë çka mund të ketë prej provave në shkresa të landës, të cilat posedon prokuroria e po ashtu edhe vetë gjyqtari i çështjes paraprake, mbrojtja duke kundërshtu, se mas pari është kundërshtu kërkesa për caktimin e paraburgimit, mirë po nga praktika zakonisht ndodh që gjykatës t'i propozohet në qoftë se gjykata e vërteton që kushtet për caktimin e paraburgimit duke filluar nga kushti themelor, vërtetimin e dyshimit të bazuar, pastaj ato 3 kushtet tjera të parapara me kod, atëherë mbrojtja i propozon gjykatës që në rrethana të tilla si masë alternative t'i caktohet edhe masa e arrestit shtëpiak e jo domosdoshmërisht edhe masa e paraburgimit. Dhe natyrisht që edhe unë si mbrojtës i të pandehurit Aurel, pas kundërshtimit të kërkesës për caktimin e paraburgimit, i kom propozu gjykatës, mbi bazën e asaj çka e ceka ma herët, që t'i cakton masën e arrestit shtëpiak. A ju befasoj vendimin e gjykatës? E liroi krejt? Jo, nuk më befasoj se prap po kthejna te ajo ma e para, na si mbrojtje nuk kemi pas asnjë provë dhe na nuk e kemi ditë a ekzistojnë ato prova apo nuk ekzistojnë ato prova në të cilat gjykata me aktvendimin e vet ka konstatuar që nuk ekzistojnë si prova dhe nuk ka mund prokuroria ta vërteton dyshimin e bazuar përkatësisht ta bindë gjykatën që ekziston dyshimi i bazuar se këta 3 të pandehur mund të jenë kryes të veprës penale të pretenduar nga ana e prokurorisë. Avokat në kërkesë. Vetëm edhe këtë ta them, mua asnjëherë vendimi i gjykatës nuk më befason. Në qoftë se nuk pajtona me vendimin e gjykatës, unë i paraqes pretendimet e mia në ankesë. Po në qoftë se në anën tjetër edhe prokurorisë i refuzohet kërkesa, edhe prokuroria ka ushtruar ankesë në vendimin e gjykatës, kështu që për neve profesionist nuk ka befasi. Në seancën cilën e keni mbajt, avokat, në fillim, a është përmend roli i klientit të juaj? Çka është përfshi në kërkesë të cilën ju e keni pas për klientin e juaj? Kurrë si bashkëushtar, si person i cili ka qenë në
automjetin për të cilët po pretendohet se janë gjetë ato mjete. Ashtu nga vendimi i gjykatës së shkallës së parë, u vërtetu që prokuroria në kohën e ushtrimit të kërkesës nuk i ka posedu ato 2 provat kyçe. Sipas mendimit të gjykatës, normal edhe unë i bashkangjitem atij mendimi, do me thonë proces verbali për kontrollin e automjetit, në të cilin do të përcaktoheshin sakt lloji i automjetit, targat e automjetit edhe këtë ato elemente tjera përbërëse që duhen me qenë në atë proces verbal, dhe natyrisht edhe vërtetimi për konfiskim. Klienti im nuk ka nënshkru asnjë dokument me të cilin është konfisku, janë konfisku në realitet ato mjete monetare për të cilat po pretendohen se janë gjetë, unë ende nuk e di a janë ajo, se s'kam ndonjë provë konkrete për ato mjete. Kështu që ai vetëm si bashkëpunëtar në automjet. A është përmendë seanca dhe fakti që ky zyrtar policor apo fare? Po, është përmend si zyrtar policor. Po, ajo nuk ka absolut kurfar relevancë në çështje. Çështja e pozitës më shumë. Avokat, jo e keni... Po vetëm duhet me e cek zyrtar policor në Shqipëri, jo në Kosovë. Në Shqipëri, po, ajo është gjithsesi e ditur. Avokat, klienti juaj është Edmira Maxhokaj. Qysh e keni pa ju këtë rast? A jeni befasu për mije në këtë rast, sepse edhe për avokatin shala ishte vendimi cilin ne keni marrë, sepse parimisht pra mungojnë disa dokumentet cilat gjykata thot, edhe bëri lirimin e plotshëm të klientëve të juaj. Fillimisht, a ditë kër është mbajt edhe seanca dëgjimore lidhur me masën e paraburgimit ndaj klientëve apo tre të dyshuarve në rastin e 1 milionshit, jemi pajisë me kërkesë të prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit. Na është dhënë kohë fillimisht që të analizojmë nga gjykata, e kemi analizuar, na është dhënë kohë që të konsultohemi edhe me klientët tonë. Sinqerisht, po, një kërkesë të departamentit special e cila thirret në dyshimin e bazuar, e cila nuk arrin në kërkesën e saj, të faktoj, argumentoj dyshimin e bazuar se klienti im e ka kryer veprën penale, ka qenë befasi. Pse po them këtë? Klienti im ka qenë thjesht shofer ngasësi kësaj makine. Dhe i njëjti me sinqeritet edhe duke parë edhe sinqeritetin e tij, realisht nuk ka qenë as në ndjeni, madje nuk e ka njoft mirë as zyrtarin policor, e as të dyshuarin e treti i cili ka qenë e thuhet që është pasagjer. Ne kemi paraqit pretendimet tona dhe kundërshtimet tona në lidhur me kërkesën e masës paraburgimit, fillimisht unë e konstatuar se sipas nenit 184 të kodit procedurës penale nuk është vërtetu me kërkesën e prokurorisë dyshimi i bazuar. Çfarë roli ka pas, madje thirret në bashkëpunim, nuk ka arrit me faktu, me argumentu. Dhe për neve nuk ka qenë befasi. Ne kemi mirëprit një vendim tillë, sepse edhe vendimi i gjykatës shkallës së parë lidhur me kërkesën e prokurorisë ka qenë i arsyetuar dhe i argumentuar në bazë dispozitave ligjore, sepse prokuroria ka pas obligim që njëjta ti parashtroj provat të cilat i posedon. Dhe në mungesë prova këta janë liru. Avokate, përmendë faktin që klienti ju është shofer, ka qenë shofer në furgonin i cili është ndaluar në pikën kufitare në Merdar. A dihet vetu automjeti kujt ka qenë? Në emër të ndonjë kompanie apo në ndonjë emër të një personi individ? Jem korrekt, unë sot e kam pranuar edhe kërkesën e urdhrin për lëshim përfundimtar, kërkesën për urdhrit përfundimtar, ku në këtë kërkesë vërtetohet se automjeti i kujt është. Vërtetohet. A i përket ndonjërit për këtyre tre personave? Jo, s'është as i njërit për këtyre tre dyshuara. Po këta trajnoni ka pas autorizim me vozit kombe. Po, na nuk e dim asa kam pas autorizim. Nëse dim, realisht nuk e dim a kam pas autorizim. Unë si që potencova, thash që klienti im ka qenë ngasësi automjetit. A ka tregu klienti juaj? Furgoni është, falë avokat që pëndurim, falë atenin, është furgoni në emër të nej kompanije në Kosovë, në kompanije në Shqipëri? Nuk e dim. Realisht, sa i takon ndonjë kompanije kosovare apo të Shqipërisë, nuk e dim, por se automjeti është me targa të Shqipërisë. Kreshnik, a mundesh me na shpjegu qysh po e shet ti, edhe a mundemi me konsideru që rasti është prish pa janë i mirë me trajtu kështu detajisht?
Për aeroplanit po shihet që një strukturë kriminale, e cila qarkullon €1 milion në territorin e Kosovës, të cilat janë ilegalisht dhe nuk duhet të ishin pare të fituar me njerëz, por janë pare të krimit. Për shkak se sasitë të tilla të pareve konstatohet që janë pare të krimit çdo herë që lëvizën, kam me i shtit dur çaq thellë në sistemin ton juridik dhe në sistemin ton të ndjekës, saqë njerëzit e cilët janë në zonë tu i vozit makina dhe tu e transportu mjetët, janë liru para kohë, pra para se me u përfundua dhe procesi fillestar hetimor. Arsyet pse ka ndodhur kjo duhet me u analizu në mënyrë shumë të detajume dhe me u kuptu që prej momentit kur është ndalë vetura, kush e ka ndalë veturën, cilat janë gabimet, fillimisht të zyrtarit doganor, pastaj të hetuesve doganor, pastaj të prokurores e deri te procesi final në gjykatë, i cili ju ka mundësu në tërësinë e saj këtyre njerëzve që qarkullojnë në territorin e Kosovës €1 milion, pra një bunker me pare, me dalë të lirë, hala pa u përfundu as hetimet fillestare. Pse po e thomi nuk kanë përfundu hetimet fillestare? Po themi sepse nuk ka pas ndërmarrje të masave të cilat synojnë e para me zbulu ka lëviz ky furgon, me u nxjerr dhënat në cilët kufi ka kalu, me u pas se ku është mbush furgoni me pare, me u kërku bashkëpunim juridik ndërkombëtar me vendet prej ku ka mujt me mbush furgoni me pare, e më interesante me u bë të paktën, po e them të paktën, një bastisje shpive prej ku këta njerëz jetojnë dhe ku këta njerëz veprojnë. Pra, qatë shpejt ta njerëz janë liru, sa që autoritetet nuk mrin as informacionet inteligjente për i veneve të tjera me i marë. Dhe kur e sheh krejt këtë kutit Pandorës në këtë situatë, lirisht mundesh me konstatu që dikush prej krimit të organizuar ka shumë rol në këtë prishje të krejt provave, të krejt vendit ngjarjes, të krejt procesit, edhe si rrjedhoi sot njëri prej rasteve më të mëdha në vendin tonë të shpërlamjeve të parave ka dështu në ditën e parë të tij. Pra, kemi parasysh që është një rast i zbulimit të rastësishëm të sasive të parave, e që edhe në situata të rastësishme, kjo në kupton që dikujt i kanë met e quajmë në gjuhën e popullit kom të arrushës në dorë dhe zgjidhja më e lehtë ka qenë i lirojmë gjithë ata ratisën Shqipni. Ku isha Kreshnik ngecet e para? Ngecet e para lidhen me këshyrjen e vendit ngjarjes. Pra ajo çka gjykata e konstaton është që këshyrja e vendit ku janë gjetë parët nuk është bën mënyrën që kërkojnë procedurat, nuk ka pas thirrje të forenzikës policore, nuk është kontrolluar kambi në minutat e parë, nëse rastësisht për në pjesën ka shku për Gjermani mos kanë nxjerrë ndaj drogë, mos kanë nxjerrë ndaj diçka tjetër për me kthy brenda vendit tonë. E dyta është komunikimi i shpejt dhe emergjent me Republikën e Shqipërisë. Pra kur e kupton që këta persona kanë një rezidencë në Republikën e Shqipërisë, në këto situata duhet me u operu shpejt. Dhe jo lajme me dalë fillimisht media dhe komunikata në Facebook, e pastaj mu kontaktu autoritetet e Shqipërisë dhe pastaj mu ndërmarrë veprimet për mu zhvillu bastisje ose kontrolla atje. Unë ende nuk di nëse autoritetet në Shqipëri kanë bërë një bastisje në shtëpitë e këtyre njerëzve apo në pronat e këtij personit në emrin e cilit është furgoni në këtë situatë. Me qënë se jemi Kreshnik më falë që po të ndërhyj këtu, me qënë se jemi tek bastisja e pronave, a ju ka njoftu klientët e ju nëse është bastis ndonjë pronë e tyre në Shqipëri deri më tani? Mu personalisht jo. Unë kam kontakt me klientin tim, po njëti nuk ma kanë konfirmu një gjë të tillë. Nuk e kanë konfirmu. Tutje, përfshirja dhe koordinimi i institucioneve, policia, dogana, prokuria, autoritetet tjera. Në këtë rast nuk shihet që prej dokumenteve që i kemi, nuk shihet që është zhvilluar në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, këtë hetimi është zhvilluar në fazën e parë prej doganës të Kosovës, nuk ka involvim fare të policisë të Kosovës për raporteve të cilat i kemi në dokumentin të cilën kemi pas përballë, dhe ajo që këtu do të mundën kuptuar është që jo të gjitha kapacitetet e hetimeve ka dogana, jo të gjithë hetimin mundet me zhvillu dogana dhe si rrjedhoj për shkak që jo të gjitha informacionet kam rri me i mbledh, atëherë problemin e kemi strukturor edhe të kërkesa për paraburgim. As ka pas punë të policia Kreshnik apo është anashkalu me qëllim? Për asaj që diun policia është ftu ndoshta një ditë me vonesë në hetimin e këtij rasti, është ftu nëse nuk gaboj të ditën e nesërme dhe kjo është tepër vonë.
për shkak se policia ka teknika tjera, ka pajisje tjera, ka hetus të tjerë të cilët mujnë me zhvillu hetime edhe mrena dhe jashtë venit për me mri me zhvillu ato që quhet hetimi i përbashkët i njerëzve. Elementi tjetër tash që lidhet është në mënyrën se çka është vizioni i këtij hetimi. Pra kur ka shku prokurori në gjykat, ka thonë që kemi dyshim të bazum. Mirë, por nuk ka tregu se cilat veprime ende nuk janë ndërmarr, në mënyrë që e rrezikojnë hetimin. Pra, po të kish shku prokurori dhe të kish tregu që ende nuk është bastis shtëpia e këtij në Shqipëri dhe duhet me prit derisa të bastiset se ky mundet me ik. Nëse prokurori kish tregu që duhet më hap telefoni për memrimin e nxjerr provat të cilat janë aty, nëse kish tregu që janë disa prova forenzike, për shembull ndaj ADN dhe elementet e tjera të cilat ende nuk janë kthy si rezultate dhe këta mujnë me ik, atëherë ne kishim pas problem. Po, krejt këto mungojnë prej asaj çka po e shohim në këtë hetim dhe gjykata thotë më falni, mi keni pru disa fotografi, po e banalizoj, po edhe kështu shkruhet në vendimin e gjykatës, mi keni pru disa fotografi ku më po shoh pare, po nuk pedi kujna ja keni marrë, sepse nuk e keni asnjë në shkrim kujt ja keni marrë të pare, edhe e dyta nuk pjeshas gati të numrume, pra nuk pjeshon numrat serek, nuk pjeshas gjatë sekuestrimit saj. Pra, a tregon ky rast Kreshnik problem serioz në përgatitjen e dosjeve që buan në prokurori dhe dorëzohen në gjykat? Nëse nuk është influencë e krimit të organizuar në prishjen e rastit më të madh. Kur po them influencë, nuk kupton krimi i organizuar me kontrollu krejt sistemin, në momentin më të keq, kjo është një papërgjegjshmëri totale për me hetu rastin. A me të shku krejt ky rast, pa i mbledh provat bazike, edhe me ardhë situata me të liru gjykata 48 orë, dhe me shku në gjykatën e apelit, dhe gjykata e apelit mos me i kthym para burgim, se kemi parasysh, kemi një vendim të gjykatës së apelit e cila ka mujt me i kthym para burgim, po e ka kthy vetëm në rivlerësim, sepse ka thonë gjyqtari duhet me arsyetu edhe më shumë, dhe tash gjykata dhe herën e dytë ka thonë që nuk ka prova në vlerësimin e saj, kjo më që duhet mu hetu bukur në mënyrë të detajume. Krejt çka po ndodh, është që krejt zinxhirin, ende askush s'ka dhënë llogari. Ende të gjithë akterët i kanë dosjet, shkresat, lëndën në dorë. Ndoshta janë të mundu me gjetë ku kanë ngecë Kreshnik. Nëse mendojmë që duhet me gjetë ku kanë ngecë, fillimisht e prorë të institucioneve, duhet me konstatu që duhet me lyp llogari brenda institucioneve tyre. Pra këta që janë hetime... A dieta ka ndodhur kjo deri më tash? Unë nuk di dhe nuk kemi konfirmim deri tash që ka nis hetime disiplinore, që ka nis auditime profesionale me kuptu se cili është zyrtari, cili në krejt këtë zinxhir ka bë huqje. Përfshirë, edhe nëse po mendojmë që dhe gjyqtari ka bë huqje, që duhet gjykata e apelit sërish me konstatuat punë, duhet me pas një hetim disiplinor. Zotëri Bajraktari, ju keni marrë pjesë edhe në grupin për hartimin e kodit. A i ka fajit kodit që po i shkakton këto përplasje mes institucioneve të drejtësisë apo nuk po din me përdor temen? Ka përshtypjen që kodi procedurës penale edhe ky aktual, por edhe ai tjetri, po mbi gjitha ky që është aktualisht në fuqi, prej dy qëllimeve kryesore që i ka pas adresimin e sfidave dhe vështirësive që organeve ligjzbatuese si dhe parafrimin me standardet më të avancuara ndërkombëtare. Këto i ka arrit, mirë po kjo është e pamjaftueshme që të kemi dispozitat mira të shkruar në letër për aq kohë sa kemi moszbatim të duhur në rrethonat e rastit konkret. Mi bazën e asaj që u diskutuan nga kolegët këtu, me shumë gjas barrën kryesore të përgjegjësisë për dështimin eventual të këtij rasti, e ka prokuroria sepse siç dihet në këtë fazë të procesit edhe gjatë gjithë çurisë së procesit hetimor, zoti çështjes, dominuesi çështjes është prokurori i çështjes, prandaj si i tillë ai ose ajo kushdo që të jetë, para se të shkojë me një kërkesë në gjykatë të njëjtën, krahas shkrimit të saj, çdo gjë që thuhet duhet me faktu, duhet me argumentu me prova, dhe ne mbi bazën e komunikimeve të përditshme që kemi me palët, ju themi, domethënë për me shkruar nuk është problem, mirë, po duhet gjithçka që shkruhet në letër, në ankesë, çfarëdo pretendime, e njëjta duhet me u argumentu me prova konkrete në mënyrë që natyrisht gjykata pastaj me pas më të qartë dhe me vendos mbi bazën e kësaj. Ç'është e vërteta, kur shohim me thekë veçantë kërkesa për masën e paraburgimit që masa më ashpër për sigurimin e prezencës pandejurit në procedurë, në jo pak raste ato hartohen
le thosha në mënyrë shablone, duke pretendu që në raste të caktuara duhet më plotësu në mënyrë kumulative të gjitha kushtet. Janë disa rrethana të cilat natyrisht që duhet më plotësu. E para është natyrisht ekzistimi i dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale, pastaj gjitha të tjerat janë në mënyrë alternative, në rast se ndonjëra prej tyre argumentohet, dhe kur shohim kërkesat, në jo pak raste shohim i qetë të gjitha bazat, mirë po që në fakt shumë herë asnjëra prej tyre ose gjitha nuk arrin me u argumentu mjaftueshëm në mënyrë që gjykata pastaj natyrisht që me vendos raste konkrete. Pavarësisht që në këtë stad procesi përkatësisht rasti për cilin po diskutohet është fazë bukur e hershme hetimore dhe për rrjedhoj mund të evitoheshin lëshimet eventuale, mirë po megjithatë piknisja është jashtëzakonisht kyçe e cila garanton sukses në trajtimin e rastit, përkatësisht garanton procedurë të rregullt mbi bazën e cilës natyrisht që pastaj edhe verdikti përfundimtar i gjykatës të vijë mbi bazën ekskluzivisht të provave në rastin konkret. Zotëri Bajraktari, nëse ne kemi këtë gjendje tani, a keni pas rast në të kaluarën që keni hasë të tilla, sepse edhe gjykata në vendimin e tij thotë se ka qenë kërkesë e pazakontë për caktim të paraburgimit, madje e konsideron si të vetme në praktikën gjyqësore të Kosovës që një prokurori i shtetit nuk e përmend kërkon dhe nuk i përshkruan apo thirrët në prova konkrete për me mbështet dyshimin e bazuar. Një konstatim i tillë i gjykatës nuk din se sa është i qëndrueshëm, sepse realisht i bën që duhet me pas çështjen komplet kërkesat të tjera që janë bën në rastin konkret, mirë po megjithatë besoj që çësia do duhej me qenë ndryshe nga ana e prokurorit të çështjes, prokurores në rastin konkret që me argumentu, me faktu kërkesën përkatësisht pretendimet, sepse në instancë e fundit është detyrë, është përgjegjësi dhe në këtë drejtim besoj dhe jam optimist që duhet me pas adresim të llogaridhënies brenda mekanizmave përgjegjës në kuadër të sistemit, por nëse vërtetohet që përtej këtyre ka implikim edhe të faktorëve të tjerë, atëherë natyrisht që barra, përkatësisht përgjegjësia, duhet të shkojë edhe përtej aspekteve disiplinore. Në anën tjetër e kemi pa një lloj polemike mes gjykatës, gjyqtarit të apelit, gjykatës së apelit dhe të themelorës. A është praktike e shpesht kjo në sistem? Ajo që në fakt u befasova ishte një konstatim i tillë, arrita pak a shumë me pa vendimin për herë të dytë që është marrë nga ana e gjyqtarit të procedurës paraprake dhe ai më tepër në 2-3 çështje replikonte me vendimin përkatësisht konstatimet e gjykatës së apelit, gjë të cilën në praktik nuk është që kam hasur një gjë të tillë për faktin se gjykata themelore në rastin konkret është detyruar të veprojë konform gjetjeve, konstatimeve të gjykatës së apelit e në asnjë variant të lëshohet në replikime të formave të tilla. Avokat, keni klient të ndryshëm, po besoj, a shihni shpesh kësi situata cilat krijohen për anës së prokurorëve që nuk arrin, gjithmonë po flasim pas konstatimit të gjykatës me tregu saksesht ose me bazu dyshimin cilin e ngrit për një çështje të caktuar? Nga përvoja ime, deri sot nuk kam has në kërkesë për caktim të paraburgimit që së paku me një provë të artikulueshme, ashtu siç e kërkon edhe kodi i procedurës, nuk është tentuar të vërtetohet dyshimi i bazuar. Çështja pastaj a është vërtetuar, s'është vërtetuar, është marrë gjykata me atë çështje, por së bashku me kërkesat gjithsesi edhe një provë e artikulueshme duhet të jetë që të vërtetohet dyshimi i bazuar. A ka pas në këtë rast avokat? Mbasi juje. Jo, për arsye se edhe ka cek gjyqtari i procedurës paraprake, 2 provat për të cilat do duhej të ishin si prova po mënoj 2 shkresat të cilat do duhej të ishin si prova në shkresat e landës, me rastin e dorëzimit të kërkesës nuk ka qenë, ato që i ceka, do me thonë proces verbali mbi konfiskimin,
vërtetimi për konfiskimin dhe proces verbali mbi kontrollën e automjetit. A është kjo diçka pa zakënd, avokat? A keni pas Kreshniku e ceku edhe pse në shumë të pjesës atë siç ka konstatu Kreshniku, unë nuk mund të pajtohem tani për tani se kemi krim të organizuar struktural ku po i përfshin edhe doganat edhe prokurorinë edhe gjykatat, nuk qëndrojnë fare. Mëre absolut ato nuk janë. Po, përmendi punën e doganës. Dogana o marrë me këtë çështje. Dhe dogana, nuk e di unë ata oficera doganor, sa kanë qenë të trajnum në lidhje kur ndodhin këto raste për me ndërmarrë që ato veprimet hetimore paraprake të cilat pastaj do dorëzohen në prokurori si prova së bashku me kallëzimin penal. Nga kërkesa e prokurorisë dhe nga vendimi gjykatës shifet që dogana e ka dorëzuar një kallëzim penal dhe i ka dorëzuar disa fotografi të cilat edhe një raport. Të cilat gjyqtari thot me shikim të lirë nuk mund të shikohet se çka janë ato çka gjenden në ato paketime dhe një raport i cili prap gjyqtari e ka tregu çka paraqet ai raporti. Do me thonë asnjëra prej këtyre nuk janë ato prova të cilat e vërtetojnë dyshimin e bazuar. Por kjo nuk do të thotë që prokurorisë me mos aprovimin e kërkesës për caktimin e paraburgimit i ndërpritet hetimi. Prokuroria i ka me këtë tash 2 vjet për mi zhvillu hetimet, unë nuk e di edhe a ka sjell bile akt vendim për fillim të hetimeve, se na as so përmendën kërkesa akt vendimi për fillim të hetimeve, dhe mas në do të vërtetohen, a janë me të vërtet mjete monetare, këto kryen gjatë fazës hetimeve, se në këtë fazë nuk ka mujtë mu lëshu gjykata për me vërtetu se a janë këto mjete që burojnë nga do një aktivitet kriminal apo jo. Nga njohurit e mia dhe nga disa prova materialit të cilat unë i kom pranu, unë e konsideroj se nuk janë mjete të siguruara përmes aktivitetit kriminal. Çështja e mos deklarimit është çështje e kundërvajtjes doganore, nuk është vepër penale. Çka po e bazon një avokat që 1 milion euro ka kanë ardhur ato? Unë e di, ka kanë ardhur, unë e di që kam edhe prova për të dëshmuar preardhjen e atyre, kështu që unë konsideroj që nuk janë me aktivitet. Po prokuroria e ka për detyrim me i vërtetu ato çka i di unë, dhe me thonë ato provat materiale, se unë sun thëmë këto janë 100% sakta. Vetëm tregom avokat, ka po e dini ju që s'janë prej aktivitetit kriminal, kur asnjëri prej klientëve nuk e ka pranuar se asaj që unë kom pa. Unë më ka kontaktu personi që konsideron që ato mjete janë tia. E që është? Shumë e rëndësi tash në këtë fazë. A i njeh çta 3 persona të cilët kanë qenë në furgon? Çaj person? Nuk kam unë njohuri, vetëm i rast kur jam taku me Aurelin, ka qenë në gjykat dhe mbasi nuk o caktu paraburgimi, unë nuk kom pas kontakt vetëm për shëndetje kur o kthy për Shqipni. Së është interesant avokat me ditë për publikun. Jo, për momentin për publikun, për momentin nuk është kjo e rëndësishme për publikun, kjo është e rëndësishme për hetimin. Është biznesmen, është... Kjo është e rëndësishme për hetimin, jo për publikun. Publiku do ta kupton ose kur ngritet akt akuza ose kur hudhet kallëzimi penal. Pra, ka dikush i cili pretendon që mundet me ardhë në Kosovë dhe me pranu që jënë paret e ti. Është prej Kosovës, është prej Shqipnisë? Pra, po thëmë tashma, nuk është me rëndësi, më stento me dhonë ma shumë informata rreth kësaj. Sepse autoritetet këto nuk është informata që tani për tani është e mjaftueshme, sepse është faza e hetimeve, duhet të miret prokuroria me këtë çështje. Të pak të një sharje me qënë se jeni avokatët të dyshuarve. S'jemi aktu sot për me gjyku edhe me vërtetu. Jemi të e diskutu ku ka ngecë rasti dhe qysh. Po e cekam. Dhe po informojnë publikun të pak të në ato që ka i kemi deri më tanje. Tash në rast se ju po thoni që juve ju ka kontaktu një person i cili pretendon se parat janë të tia. A ka thona i herë ose a ju ka thonë që ka me bo kërkes mi u këthy paret ati? Duhet prokuroria së pari të miret me qato prova, me i vërtetua janë të vërteta apo s'janë të vërteta. Momentin kur vërtetohet që janë të vërteta, normal që do të kërkon edhe kthimin e mjeteve. E qysh kanë përfundu paret në një hapësirë të modifikume në furgon? A dihet? Do të vërtetohet edhe ajo me hetime. Pse qysh tek? Krishnek? Absolutisht, arsyeja pse
e thash që këto duhet në indicet e para do duhet të ishin mjetet të fituara në mënyrë të kundërligjshme, është e para është bunkeri. Pra, kërkush nuk i merr parat të cilat mundet me qarkullu lirshëm, pra vetëm tu i deklaru në kufi dhe tu i deklaru që mund mi kalu tranzit prej Kosovës në pjesën. Bunkerët pikërisht për këtu? Bunkerët janë hapësira të cilat janë të dedikuar me transportu mjete apo elemente të kundërligjshme të cilat nuk mund me u pa me sy të lirë. Dhe keni parasysh që ky bunker është identifikuar vetëm për faktin që dogana e Kosovës është financuar prej Shteteve Bashkuara të Amerikës me bazë pajisje speciale që i zbulojnë këta bunker. Pra na nuk e dim nëse kjo makinë ka kaluar herave të tjera në Kosovë me bunkerin e njëjtë dhe nuk dim sa herë ka mujt me bardh sasi të njëjta të mjeteve dhe personi i cili avokati po e përmend nuk e dim nëse edhe herave të tjera ka transportuar miliona të përdorur të njëjtën pajisje dhe të njëjtën teknikë. Pra këto çështje duhet me u hetu edhe me u trajtu sepse kemi parasysh vetura ka ardhur prej vendeve të BE-s, në BE me i majt 1 milion euro cash është bukur problematike, sidomos kur atje ka një sistem bankarit që në rast se shkon mi marr parat në bankë 1 milion ka deklarime bukur strikte dhe lëvizja e keshës në krejt Evropën është me procedura shumë strikte. Ajo që këtu na po shohim është që e para është një shumë e madhe dhe shuma, nëse unë nuk gaboj, është shuma më e madhe e mjeteve financiare të konfiskuara me një operacion të transportit. Ajo që prokuroria nuk ka mri në indicjet e para me zbulu është cila vepër penale e ka sjell këtë benefician financiar, pra nuk dim a janë parat se cilat kanë mujt mu fitu prej drogës, prej prostitucionit, prej Prokuroria thot që harmendson se këto para mund të jenë. Vepra bazë është shpërlarje parave. Pra vepra bazë është janë marrë parat, kanë pas me ardhë në Kosovës në Shqipni për me u shpërla, për me u fut ilegalisht në treg. Kjo është arsyeja pse unë mendoj që në këtë rast ish dashur mi pas një hetim shumë më të shpejt, shumë më të detajuar dhe shumë më kompleks për me mri me zbardh krejt procesin. Na nuk e dim çka është ndërmarrë prokuroria rreth kësaj. Sa e shpejtë, sa çfarë hetimi është duke zhvilluar dhe sa kompleks është hetimi prokurorisë. Sa po e dim që nuk ka pas asnjë bastisje. Ajo ka qenë vetëm për para burgimit. Por derisa po e dim që në 48 orë nuk ka pas asnjë bastisje në Shqipëni. Kjo nuk kupton që në 48 orë të para në Shqipëni atje krejt këta çka kanë pas e kanë fshije, kanë pastru. Sepse është normale. Rrjetet e krimit të organizuar nuk lajnë kurrë prova. Sot jemi 2 javë mas. Sot jemi 2 javë mas, është shumë normale që nëse kanë vetura, kombi, autobus të tjerë, kompanit me bunker të tillë, normalisht që motash nuk i mojnë në parkingjet e veta, ecin, largohen e tjerë. Pra, këtu mendoj që ka pas një tendencë mos zbulu një kuti e madhe e Pandorës, e cila lidhet me elementin kryesor të cilën na e kemi në Ballkanin Perëndimor, e që lidhet shumë me territorin e Kosovës dhe Shqipënisë, që është shpërlamja e parave. Pra, na e dim edhe e konstatojmë që dy vendet, edhe Shqipënia dhe Kosova, janë parajsa të shpërlarjes të parave. Krejt shumica e objekteve, banesave, investimeve që janë zhvilluar në këto zona kanë background të shpërlarjes të parave dhe kemi pa dhe kemi konstatuar në vazhdimsi që shpërlamja e parave është njëna prej veprave që në shumicën e rasteve nuk mrin me u dokumentu edhe me u zbardh prej autoriteteve, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, e normalisht tash duhet me u kuptu që kjo industri e ka shumë problem me u nis hetime për ta, se në momentin që nisën hetime, pastaj dihet çka ndodh kur zbulohen krejt zinxhirt. Dihet çka ndodh se institucioni Kreshnik tu e pas parasysh edhe këtë fakt, edhe këtë rast për të cilin aktualisht jemi të fol. Po edhe raste tjera të cilat ju kanë radhë juve me i hulitu. Për mua është e frikshme, a din me i trajtu çto krimet financiare që nuk është mos standard a din. Për shkak se në karrigat ku janë këta njerëz, do duhej me ditë. Po e shohim një situatë të cilën na nuk është më a dihet që shëtohet një rast i shpërlarjes së parave pe prokurisë speciale. Po nëse e shohim Kreshnik që situatë cilën jemi në vitin 2026 ku janë investuar miliona euro trajnime për këta njerëz, të cilët duhet në shpejtësi të dritës me mri me i zbatu standardet dhe me i dokumentu provat. E mos me lënë ngecje të tilla të cilat tutje neve na i dështojnë rastet. Pra, keni parasysh që njëra prej defektave elementare, bazike, në shumë prej rasteve të cilat dështojnë gjykatat të Kosovës, është saktësisht që kjo çka jemi të fol tash, minutat e parë.
Minutat e parë provat nuk mbledhen ç'është duhet. Minutat e parë jo krejt provat mbledhen, minutat e parë jo krejt veprimet hetimore ndërmirën, jo krejt letrat nxirren, edhe na përfundojmë pastaj të na dështuar rastet, pse një prokuror nuk e ka nxjerrë një letër, pse një prokuror tjetër nuk e ka nxjerrë një urdhënesë, pse një prokuror tjetër nuk e ka kryer një veprim hetimor dhe dështojmë. Pra na kemi disa raste të tjera ku njerëz janë shpallë të pafajshëm veç për faktin që prokurori si ka lëshuar me kohë masat e përgjimit. Dhe problemi tash këtu është që në shumicën e këtyre rasteve njerëzit po pështojnë pa therrën kom. Njerëzit po pështojnë pa dhënë llogari. Po pështojnë, po vazhdojnë me marrë pozicionin e vet dhe faji gjithmonë me jetëm. A është gjykata, a është prokurori, a është polici, a kush është në këtë punë. Zotri Bonjaku, po du me ju pyet juve, a ju ka thirrur juve najkosh më thonë që paret janë ngon të mia të klientit tënd, cilin jetë e mbrojt? Jo, realisht jo, ndoshta më ndërlidh me Kreshnikun ditën e intervistimit kur klienti im është intervistu, ka deklaruar pranë zyrtarëve doganor, i vet në mënyrë vullnetare ka dorëzuar telefonin. Madje i ka dhënë edhe pasvortin e telefonit. Ka thonë, shikoni, mbledhni çdo gjurmë, çdo provë, çdo bisedë që kanë gjenden në telefonin tim, sepse këtu nuk kam asnjë lloj dienie lidhur me këtë rast. Ai ka njoft personat e tjerë me cilin është në grup klienti? Kështu. Çka thot për ta? Po, për me sqaru për publikun, për gjithë është Edmiri ka fillu para ditës kritike me thonë ashtë edhe det punën pranë kësaj kompanie. Edhe policin i cili tashmë ka qenë i dyshuar edhe i ndaluar, është çështja që nuk e ka njoft ndoshta 50 jo më shumë. Dhe s'kam pas ndaj komunikim të vazhdueshëm me të, nëse nuk gabojmë, ka thonë është hera e dytë apo e tretë që kanë udhëtuar prej Shqipërisë për në Gjermani me të njëjtin person dhe nuk kanë kurfar komunikimi me ta raport shoqëror apo diçka tjetër. Për 5 muaj ka shku 3 herë me policin në Gjermani. Qysh? Për 5 muaj 3 herë ka shku. Jo, është fjala klienti im ka fillu para se mu arrestu, mu ndalu në pikën kufitare në Merdare, ka fillu punën 10 ditë, ashtu dikun 8 ditë nëse s'gaboj. 8 ditë. Okej. 8 ditë, edhe unë pyetën që kur jem konsultuar me ta, kam thonë se ai një këta persona ka thonë jo, për vetëm zyrtarin policor, i cili si punë sekondare e pën edhe punën e shoferit. Edhe shoferit. Jo po thoni avokat që ai ka qenë për 10 ditë i angazhuar, 10 ditë para se me ndodhë ngjarja kritike. A dini çka saktësisht ka qenë i angazhuar, çka ka pas me buaj për vetëm shofer, do me thonë transportimin e udhëtarëve prej Shqipërisë në Gjermani, zakon më ka thonë që kemi pas çanta porosi eksit gjërash, cilat i ka shpërnda dhe këto ka përfundu punë atina në momentin që i ka kryer shpërnda porosi. Ardian, ç'a mundemi me prit me, nuk po thom me këtë rast sepse të shohim tash ka me marë shtesë institucionet që janë të përfshime me trajtu edhe qysh ka me konë vazhdimësia këtij rasti, po më intereson me ditë qysh duhet na institucionet në fakt me i trajtu këto prova kryesore të cilat sot janë arsye pse një rast ka nisë me dështu. Le të shpresojmë që këtë jetë një mësim për të ardhmen, në mënyrë që prokuroria të veproj konform përgjegjësive që ka, sepse në nësën se fundit krahas faktit që është detyruar me i siguru provat, përveç kësaj është detyruar me i siguru provat në mënyrë të ligjshme. Prandaj një hetim për të zbardhur se si ka ardhur deri te kjo është rezultati i neglizhencës, si rezultati i mosdijes apo ndonjë rrethane përtej dhe adresimi i përgjegjësisë për çdo i cili qoftë me ose pa vetdije ka ardhur deri tek një lëshim, natyrisht që është hapi i duhur, i ndërmarrë sa më shpejt dhe sa më shpejt që tjetë mundur nga ana e autoriteteve përgjegjëse në mënyrë që situatat të ngjashme të mos ndodhen. Pavarësisht faktit se siç e thamë edhe dje tashmë është fazë e hershme, mirë po a ka mundësi rikuperimi ky rast zotri Bajraktari? Gjasat janë, mirë po kam përshtypjen që janë bukur të vogla, sepse siç e thotë edhe një fjalë populli, dita e mirë shihet në mëngjes, atëherë kur një proces kaq i madh, kaq kompleks niset në këtë formë, atëherë gjasat janë që
t'jenë bërë lëshimet cilat vështirë që mund të rikuperohen për ta konstatuar një proces të mirëfillt hetimor, sepse në opozimin që tashme ata janë të lirë dhe shpreshtohet mundësia që të ndërmarrin veprime cilat për aq kohë janë të lirë, nuk janë ndalan kërkush që edhe të bëjnë veprime që shkojnë në favor të tyre. Pra, prokuroria ka dështu në ndërmarrjen e hapave të nevojshëm dhe të domosdoshëm për me siguru një proces i cili do të shkonte mirëfillje dhe të vendosej drejtësia në rastin e fjalë. Kreshnik, janë disa prej provave të cilat e përmenda në fillim të emisionit, prokuroria nuk ka kthy përgjigje sakse çka ka bëu, po e ka listu një provat cilat i ka dërzu në gjykatë dhe shohim që disa janë dërzu me datën 26, disa me 27, sa merren përballë ato provat që dorëzohen pas ditës kryesore temi kur bëhet kërkesa për mas. Aja që ka bëtë qarë gjykatë është që këto nuk i ka marrë parasysh dhe i ka marrë vetëm provat e cilat janë dorëzuar me kërkesën për paraburgimin dhe ka konstatu që të njëjtat që kanë dorëzuar tutje nuk janë marrë për bazë në këtë drejtim. Pra ajo që ka ndodhë në këtë situatë është që gjyqtari lidhet vetëm me dokumentet të cilat janë hartu deri në atë ditë. Pastaj çdo gjë e cila është ndërmarrë tjetër, edhe këshyria vendin ngjarjes, edhe forenzika policore, edhe fotodokumentacion, edhe numërimi i parave që është zhvilluar në bankë tutje, dhe elemente të tjera, dhe krejt rezultatet të tjera, të cilat kanë dalë, ma nuk janë përdorur si prova në çështjen e paraburgimit pra në këtë situatë. Kjo nënkupton që çdo gjë që gjykata po lidhet është vetëm deri në momentin kur është dorëzuar kërkesa për caktimin e paraburgimit. Ajo çka na mujmë me konstatu në këtë situatë është që mos hetimi i shpejt, mos grumbullimi i shpejt i provave dhe mos mbajtja këtyre njerëzve në paraburgim. Pra, se është shumë e qartë, Kosovë ma njerëz paraburgim edhe për arsye banale dhe këto i kemi pa edhe në vendimet e gjykatës supreme. Pra, kemi pas njerëz që janë marrë për një sopat në paraburgim dhe paraburgimi është caktuar mbi ato elemente. Mirë, për në këtë situatë kemi një situatë të pazakant dhe këtu është një qëllim i qartë. Qëllimi është që mos të konstatohet vepra penale, pra mos të ketë një ndërlidhje midis këtyre parave dhe një vepre penale dhe një vepre penale të shpërlarjes parave, mirë po krejt çështja të kalojë në një kundërvajtje doganore, pra një mos deklarim të mjeteve kur kalojnë në kufi, dhe në këtë situatë pastaj kemi një zinxhir e cilën ligji për doganat e një, mjetet kthehen me një sekuestrim nëse nuk gaboj të 25%, dhe pra kemi parasysh që për 1 milion të cilat janë në zonë, ndoshta 750.000 kanë mu kthy në bazë të pronari i ligjshëm të cilën e përmendi avokati i cili mundet me u paraqit, dhe në momentin kur ky rast ka lënë në një kundërvajtje doganore, atëherë këtu ka pi maca ujë. Paret kanë ju kthy në një shumicë për 70% pronarit, rasti mbyllet pa dërgim të njerëzve në burg, ndërsa krejt çështja shton me një 250.000 euro të cilat mesin në buxhetin e shtetit. Po kjo nuk është ajo që duhet me ndodhë këtë situata dhe kjo nuk ishte dashur me ndodhë në një shtet i cili ka investu shumë kapacitete që me ndërtu mekanizma që deri në fund të ditës i hetojnë tentativat për me qarkullu pare ilegalisht, sidomos në një vend ku janë zhvilluar mira trajnime se qysh hetohet shpërlarja e parave. Jemi drejt fundit, po du për fund, avokat, klientët e juaj janë qasshëm për drejtësinë, a ju përgjigjen drejtësisë në rast se ka zhvillime të reja? A keni bisedu me ta? Po, kom bisedu. Momentin kur kom marrë informatën për, edhe pse nuk e kom pas pranu vendimin e gjykatës apelit që është aprovu ankesa e prokurorisë dhe është kthy çështja në rivendosje, do të thonë që normal që e kom diskutu çështjen që tani mundet të vendoset edhe kundërta nga ajo që është vendosur herën e parë dhe ti duhesh me ardhë dhe mu paraqit organeve të drejtësisë. Po veç po du mu ndërlidh me Kreshnikun, me fjalën e tij ka pi maca ujë, duket e përmendi, jo, nuk është çaq e thjeshtë edhe nuk është bashkë ashtu kjo çështje në qoftë se do të bëhet se prokuroria me siguri që ato dokumenta edhe çaj person për të cilat po paraqitet se është pronari atyre mjeteve do të bëhet hetimi çfarë preardhje kanë ato. A ka nisë ndonjë procedurë avokat? Unë nuk jam prokurori, nuk e di. Nuk keni pas kontakt me të për atë ju pyeta, mos të rastësisht ju ka tregu nëse ka nisë ndonjë procedurë? Jo, nuk ka nevojë me më tregu, vetëm mundet me sjell vendim në lidhje me
me kërkesën që e kom paraqit dhe me siguri prokuroria preardhjen e atyre mjeteve dhe ati personi do t'i kërkon edhe nga shteti nga të cilat ato mjete kanë ardhur apo ai person jeton. Kështu që nuk është bashkë që thjesht ajo paraqitet si kundërvajtje doganore, hetimet kanë mu zhvillu, hetimet nuk kanë diku. Nëse që 2 javë nuk i asnjë bastisje, nëse që 2 javë nuk i asnjë kontroll në pronat e kompanisë prej ka vjen autobusi dhe autobusit e saj, nëse shtëpitë të dyshuarve nuk janë kontrollu. Na krejt e dim që të njerëzit që merren me trafiqe ndërkombëtare nuk përdorin telefona. Kanë aplikacione, kanë pajisje të veçanta të komunikimit. Po me siguri atë shtëpi të tyre nuk do t'i përdorin për ato mjete. Edhe hapja e telefonëve tyre nuk është ndonjë risi e madhe, sepse krejt e dinë që telefonët normal nuk përdoren për krimit organizuar me komuniku. Krejt deri që ta çka kanë diku vetëm për çështjen e caktimit apo mos caktimit paraburgimit. Hetimet kanë me tregu, a janë këto mjete me preardhje nga vepra penale, kurrë tjetër. Zotëri Bunjaku, për fund lutem shkurt, klienti juaj nëse thirret? Po, gjithsesi unë kam komunikim me ta, ai nuk kam pa përmes portaleve që apeli ka kthy lëndën në rivendosje dhe i njëjti vet vullnetarisht më ka shkru, thotë janë shqetësu familja, po shkojt pranë autoritetet të Shqipërisë, të shoh se a jam në kërkim. Edhe më ka thonë, nëse jam në kërkim, unë do të dorëzohem në mënyrë vullnetare dhe do të bashkëpunoj me organet deri në përfundim i procesit penal. Shikues të nderuar, brenda këtij debati tentuam me i marrë paktën disa përgjigje për disa prej pyetjeve që janë ngritur në lidhje me aferën tashmë të njohur si 1 milionshi. Patëm avokatët që treguan pikpamjet e tyre si mbrojtës të 2 të dyshuarve në lidhje me këtë rast, cilët janë arrestuar, e neve na mbetet me pa ditëve të ardhshme se çysh ka me u zhvillu tutje kjo procedurë dhe a ka me u zbardh ky rast. Ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.